në Kuvend Kosovës, kom qenë pjesë e Komisionit për të drejtat e njerëzit edhe me avokatin jemi taku shumë shpesh edhe kemi diskutu jo direkt për dhomat e specializuara, sepse e thatë edhe jo nuk ka qenë as në domenin e tij. Të paktën kjo kishte mundur të jetë ajo fija e holl e komunikimit me Kosovën nëse nuk kanë dashur që të komunikojnë me Kuvendin ose me organet e tjera. Ne kemi shku për t'i vizitu si Komision për të drejtat e njerëzit dhe pikërisht për t'u interesu se në për çka kalojnë. Edhe në fund edhe ne e kemi zënë vetën, ta them kushtimisht, të pafuqishëm si akter brenda Kuvendit që të paktën të shtyjmë përpara një rezolut, e cila thret për proces të drejtë edhe për respektim të drejtave njerëzore. Penalizimi i dytë që mendoj që na ka ardhur dhe që i prek akterët tonë direkt atje është mungesa e vullnetit edhe punës edhe vigjilencës qeverisë së Kosovës që të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës dhe me automatizëm të jemi pjesë e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit, ku secili nga ata do të kishte një derë të vogël të hapur për t'i adresuar edhe vet. Tani ne e pam një rast që e kishin dërguar për Pjetër Shalën, disa pyetja, po ku ta di, dhe thjesht të ketë mundësi që këto padrejtësi që janë brenda në proces e që ne megjithatë i lexojmë nga jashtë ashtu se si mundemi, sa vigjilent jemi në krejt se çka po ndodh, për ata brenda sigurisht kanë shumë rrëfime të tjera që ne nuk i dim fare. Këto janë dy momente që ne s'kemi pasur fuqi edhe mundësi të bëjmë asgjë si shtet. E para, do të thonë, në pafuqi të numrave brenda Kuvendit të Kosovës, e dyta në mos veprim dhe mos punë të qeverisë Kosovës për të qenë pjesë e Këshillit të Evropës. Por nisma avokatit mendoj që është për t'u përshëndetur, sado që është e zorshme për t'u adresuar, por besoj që me akterë të tjerë do të mund të shtyhen përpara këto pyetje që të marrin përgjigjet e duhura, me që ne s'kemi marrë përgjigjet e duhura si institucionet e Kosovës. Prandaj po du me përshëndet.